Në raport me mandatin e deputetëve së pari, duhet bërë qartë që deputetët mandatin e marrin që nga momenti i certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Çështja e betimit nuk është se përmbyll marrjen e mandatit si tillë. Deputetët bëhen deputet në momentin kur KQZ-ja i certifikon rezultatet e zgjedhjeve. Dhe në këtë drejtim, zonja Haxhive ka marrë mandatin si deputete që në muajin korrekt kur KQZ-ja i ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve. Në këtë drejtim, rregulloria e punës së kuvendit përmban një dispozitë dhe nuk duhet harruar që rregulloria është një prej akteve me shumicën më të cilësuar që votohet në kuvend përveç ndryshimeve kushtetuese, pra me 80 vota. Andaj si e tillë ka peshë kushtetuese dhe aty përcaktohet që kryetari apo kryetaria dhe nënkryetaret e kuvendit vazhdojnë funksionin e tyre deri në seancën konstituive të kuvendit të Kosovës. Tash interpretimi i seancës konstituive duhet bëhet harmoni me gjykimin e gjykatës kushtetuese, i cili përcakton që seanca konstituive përmbyllet vetëm me zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Që nuk kupton se për sa kohë nuk janë zgjedhur kryetari dhe nënkryetaret e kuvendit dhe nuk është përmbyllur seanca konstituive, kryesia e legjislaturës paraprake vjen të ketë kompetenca vetëm për qëllimet vazhdimësisë institucionale. Për më tepër në situatën e tanishme nuk ka asnjë pozitë tjetër kushtetuese në vend e cila mund ta marrë funksionin e ushtruesi i detyrës së presidentit. Andaj rrjedhja vetëm e logjikshme dhe kuptueshme në këtë situatë mbetet që zonja Haxhiu ta ushtrojë atë dhe këtë ka mundur ta bëjë jo vetëm për shkak se është bërë deputete, por edhe sikur të mos zgjedhej fare deputete, që të mbante pozitë tjetër apo të mos garonte fare në zgjedhje, ajo do të vjonte ta mbante pozitën e ushtrueses së detyrës së presidentit deri në zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit. Situata është më diskutabile kur kemi parasysh faktin që tashmë kemi një kuvend i cili ka dështuar ta përmbush një obligim kushtetues për atë të konstituimit brenda afatit 30 ditor. Dhe në këtë drejtim është e nevojshme që gjykata kushtetuese të ofrojë qartësi mbi atë se çka ndodh tash kur nuk kemi kuvend të konstituar brenda një afati kushtetues, që unë besoj do ta zgjidhte jo vetëm krizën aktuale cilën e kemi, por do të ofronte rrugdalje edhe nga situata sa i përket ushtrimit të detyrës së funksionit nga ana e zonjës Haxhiu apo cili do kryetar të ardhshëm të kuvendit. Fatkeqësisht, kushtetuta sa i përket kontestimit të akteve të kuvendit apo veprimeve ose mosveprimeve, siç është ky në raport me moskonstituimin e tij, është e drejtë që e gëzojnë vetëm deputetët e kuvendit të Kosovës, sepse palët e tjera, cilat e kanë një të drejtë të tillë, munden ta bëjnë këtë vetëm në kuadër të çështjes së kompetencave apo konfliktit mes kompetencave të institucioneve, që nuk është rasti aktualisht. Deputetët e kuvendit, përkatësisht të paktën 10 sosh, kanë afat 8 ditor gjithsej nga momenti i shkeljes së supozuar që ta dërgojë një rast në gjykatën kushtetuese, që nuk kupton se tashmë jemi vetëm 4 ditë para skadimit të kësaj mundësie kushtetuese. Që nuk kupton se deputetët opozitar, në rastin e njëjtit besojnë që kemi të bëjmë me një shkelje kushtetuese dhe shkelje të aktgjykimit, do të kenë kohë vetëm edhe 4 ditë për ta dërguar rastin në gjykatën kushtetuese, në mënyrë që e njëjta të jap një verdikt për të paktën unë besoj 3 çështje kryesore. E para është të përcaktohet se a ka pasur konsumim të së drejtës së propozimit apo refuzim në këtë rast nga lëvizja vetëvendosje, dhe nëse po cila duhet të jetë pasoja për një gjë të tillë, sepse drejta kushtetuese nuk mund të keq përdoret me qëllim bllokimit të institucioneve. Së dyti duhet përcaktohet se cila është pasoja juridike e moskonstituimit kuvendit brenda 30 ditëve, a do të ketë zgjedhje të reja, a do të ketë afat shtesë, apo vendi do të hyjë në një cikël të pafund të situatës së tillë ku edhe nëse kuvendi nuk konstituohet nuk ka asnjë pasojë, që do të ishte efektivisht dhënia e mundësisë për partinë e parë që ta bllokojë pafundësisht zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Dhe çështja e tretë që do duhet të trajtohej është ajo e qeverisë në detyrë, përkatësisht ushtrimit të funksionit nga kryeministri dhe ministrat që kanë marrë mandat deputeti, për çka unë konsideroj që situata ndonë është e qartë, nevojitet edhe një verdikt i gjykatës që e parandalon përsëritjen e situatës në të ardhmen, për shkak se ligji për qeverinë, kushtetuta dhe akte tjera në fuqi janë tepër të qarta, e madje ka dhe aktgjykim të gjykatës supreme në këtë drejtim,
që përcakton se deputetët në momentin e marrjes së mandatit, pra që nga sekundi kur KQZ-ja i certifikon rezultatet, nuk kanë të drejtë më të ushtrojnë mandatet e tyre si ministra, sepse kjo është në pavajtueshmëri me kushtetutën. Pas shkeljes së afatit kushtetues 30 ditor për Kuvendin e Kosovës, ne kemi kërkuar që çështja të referohet më njëherë në gjykatën kushtetuese, në mënyrë që të evitohen situatat paradoksale kushtetuese kur Kuvendi mund të marrë një vendim i cili mund të mos jetë në përputhje me kushtetutën. Por me qenë se edhe pas e kalimit të afatit kushtetues u mbajt një seancë, unë besoj që ajo ka qenë pika për mes cilës është tentuar që të normalizohet shkelja si e tillë. Dhe për qenë sinqert, kur nuk është fare problem që qëllimisht të shkeljet afatit kushtetues 30 ditor, është deri diku edhe pa kuptim që pastaj të kritikohet më shumë për shkeljen e një afati 48 orësh. Pra, ne thjesht kemi të bëjmë me një seri të vendimeve që qëllimisht shkelin dispozitat kushtetuese dhe ato që përcaktohen në rregulloren e Kuvendit nga ana e kryesuesit Dehari, i cili në fakt ka një traditë në shkelje të tilla të konstatuara edhe për gjatë vitit kaluar. Prandaj, mosthirrja e seancës tashmë për më shumë se gati 72 orë është indikatori qartë që kemi të bëjmë me një situatë shkeljes së qëllimshme, për çka e bën të domosdoshme dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese për të përcaktuar pasojat e veprimit ose mosveprimit brenda afatit kushtetues dhe shkeljeve të qëllimshme kushtetuese nga ana e kryesuesit të seancës konstitutive.